Tashmë të gjitha ata persona që duan të ndryshojnë trupin përmes hormoneve për t'ju përshtatur identitetit gjinor, që jo detyrimisht përputhet me seksin biologjik, do të kenë të drejtë të marrin këtë trajtim në qendrën spitalore universitare në Tiranë. Për herë të parë në shërbimin publik shëndetësor në vend, do të kryhet terapia hormonale e personave transgjinor. Udhëzimi i Ministrisë së Shëndetësisë përcakton kriteret mjekësore, procedura klinike dhe monitorimin për terapinë hormonale, e cila do të ofrohet në QSUT dhe do të mbulohet nga fondet publike. Protokolli parashikon trajtim për të rriturit, por dhe për adoleshentët nga mosha 16 vjeç, kur vlerësohet nga mjekët dhe ka miratimin e familjes. Ministria e Shëndetësisë ka nxjerrë urdhrin, por ende në vendin tonë nuk ka një ligj për këtë shërbim. Përmes një udhëzimi të ri janë përcaktuar të gjitha kriteret mjekësore, procedura klinike dhe protokollet e monitorimit, ku kostot e trajtimit do të mbulohen nga fondet publike. Urdhri i Ministrisë së Shëndetësisë i miratuar më 28 prill dhe i firmosur nga zëvendës ministrja Eugena Tomnini, synon që të mundësoj individëve transgjinor përshtatjen e trupit me identitetin e tyre gjinor përmes terapisë hormonale. Por qytetarët e Vlorës shprehen kundër, duke cilësuar si një shkatërim që i bëhet të rinjve. Për mendimin tim, ato s'po i bën bota ajo të arrijnë në Shqipëri. Është tepër gabim. Për mendimin tim. Edhe ata vendet e zhvilluara, siç janë shtetet e tjera më të zhvilluara se neve, kishin plan ta bënin e pezullon, kanë sot 6 vjet. Shqipëria sot po hap syt. Çfarë fitojmë nga këto? Nuk fitojmë asgjë. Ndryshe themi ne të vjetrit, një gjë që është e shartuar, prap nuk del ashtu siç në stimulim. A është program? Projekt. Projekti kanë kritere, projekti ka kush e ban këtë projekt, ku i adresohet ky projekt, e ban Ministria e Shëndetësisë apo në institucion tjetër. Por, para këtij projekti, këtë projekte Ministria e Shëndetësisë për këto me smundjet pashërueshme, për kancerozët e këto, për këto duhet që t'jepet ky projekt. Jo për ato, ajo nuk po shprehem, sepse nuk po shprehem. Për atë projekt, të lutëm dhe do i bëjmë një thirrje Ministrisë së Shëndetësisë. T'japti projekte vetëm për ato smundje që nuk mund përballoje asnjë nga anëtarët e familjes, sepse këto operacione shkojnë me shuma të mëdha dhe po vdesin pa u shëruar. Sidomos problemi grave, onkologjiku. Nuk menojnë këta, por sa po më merr mendja mua, ky projekt është për ta legalizuar këtu, sepse ka rrezik që është bë vlera e projektit dhe dikush e merr. Si gjithë këto projekte që i marrin vehta, që i bëjnë projektet. Po çfarë bënë për të rinë? Për të rinë, le, ajo është kryesorja. Ky është projekt për të ndryshuar gjinin. Po këtë nuk e bën asnjë vend i botës, sidomos ne shqiptarët, familje shqiptare, jo. Do me thënë me lekt ju transformojnë gjinin fëmijëve tanë. Se kështu i bjen. Jo këtij projekti. Dhe në rast se ky projekt do hidhet sa më shpejt, ta denojmë, ta denoncojmë. Dhe atë projekt që e kanë, ta qëjmë ndjekje penale. Tani ne të vjetrit jemi me çik konservatorë me këtë gjë. S'mund t'i pranojmë. Nuk na pëlqen ajo, nuk na pëlqen. Nuk na pëlqen. Të ndryshohet gjinia. Mendoni se prishet shoqëria tani? Nuk na pëlqen. Ne jemi mosha madhe, nuk e di të rinjt si mund ta mendojnë. Çdo njeri ka të drejtën e tij. Si femra dhe mashkulli ka të drejtën e tij, por neve nuk na pëlqen se ashtu jemi mësuar. Po nuk është problemi se është ndryshim gjinie. Ajo është, për mendimin tim, është trajtimi hormonal për ata që e ndjejnë të nevojshme që të forcojnë, si thua, në qoftë se është mashkull të bëhet më mashkull, ose në qoftë se ka të tendencën e femrës të bëhet më femër se sa mashkull. Problemi është që po është mashkull dhe do të bëhet më mashkull, nuk ka asnjë të keqe. Dhe po është femër të shtojë ndjesia e femrës, prap nuk është gjë e keqe. Ndërsa kur është mashkull dhe do të bëhet femër, dhe kur është femër do të bëhet mashkull, atëherë është problem. Nuk e kemi dëgjuar, po ja zë ku qoftë ai që ka menduar për këtë gjë. Mos o zot. Ai si ka lindur, o vajzë o djale,
Sa i përket kufirit moshor, udhëzimi përcakton se trajtimi standard mund të nisë në moshën 16 vjeçare, ndërsa në raste specifike dhe vetëm pas një vlerësimi reptësisht të specializuar, ai mund të konsiderohet që nga mosha 14 vjeç. Koha varet nga pjekuria njohëse e adoleshentit dhe aftësia e tij për të kuptuar dhe pranuar efektet potencialisht të pakthyeshme të trajtimit. Vlerësimi i kësaj është kompleks dhe kërkon bashkëpunimin e plot të adoleshentit, familjes së tij dhe ekipit të trajtimit. Duhet gjithashtu të merren parasysh ndikimet e mundshme të trajtimit në shëndetin dhe funksionimin social të fëmijës, thuhet në urdhrin e Ministrisë së Shëndetësisë.